dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, kemi përzgjedhur të flasim rreth një teme që në veti përmbledh disa vepra të mira që janë të vogla, po që ditën e gjykimit do të peshojnë shumë në peshojën e veprave të mira. Për arsye se nuk është kusht që njeriu ta fitojë shpërblimin e Zotit vetëm nëse bën një vepër të madhe dhe madhështore. Ka shumë vepra të vogla që nuk duajnë shumë angazhim prej neve dhe që ato vepra ditën e gjykimit do të na bëjnë jashtëzakonisht dobi. Njëra prej këtyre veprave është ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, është sadakaja. Vlerave e sadakas në Islam kanë një vlerë jashtëzakonisht madhe. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam ka thonë, kush jep sadaka, qoftë sa një gjysmë kokre hurme apo një kokre hurme nga një pasuri e fituar halal, për arsye se Allahu nuk e pranon vetëm atë që është fituar ndershmërisht, Allahu xhalleshanu do t'ja shumëfishoj shpërblimin sikur dikush që kujdeset për merzin e tij derisa të rritet. Dhe ditën e gjykimit, pra ditën e kiametit, kjo sadaka do t'ja rëndoj peshojën e veprave të mira. Pra, porosia e parë, vepra e parë e vogël e mirë që rëndon peshojën është sadakaja. Mos të harrojmë, sadakaja apo lëmosha e shun hidhrimin e Zotit të Madhreshëm, e shton rrezikun dhe bereqetin. Nëse ti ja për hir Zotit, Zoti do ta kompenzoj me diçka më të mirë në botën tjetër. Elementi tjetër që është shumë i rëndësishëm në vepër tjetër e mirë është shpërblimi për veprat e mira që adhurojmë domethënë të vdekurve. Kur njeriu ka mundësi që kur vdes, pasi që ai vdes, familjarët e tij, fëmijët e tij, pasardhët e tij, njerëzit e mirë që ata e kanë dashur, bojnë vepra të mira dhe i adresojnë adresën e tij. Për këto vepra të mira që tjerët ja kanë dhuru, ai ditën e gjykimit do t'i rëndohet peshoja, edhe pse ai nuk e din se realisht ai vetë si ka vepruar. Dhe dietarët janë pajtimit sidomos nëse evladi, fëmia lutet për prindën e tij dhe bën një vepër të mirë dhe shpërblimin ja dhuron prindrit e tij, do të ketë një shpërblim jashtëzakonisht madh. Për gjonat të cilat dietarët janë në idien pajtim është nëse jep sadaka, nëse kryen umrën, nëse kryen haxhin, nëse bën lutje dhe dua. Për arsye se pejgamberi sa më ka paralajmëruar që kur vdes njëri, gjitha kanalet, rrugët për shpërblim mbyllen, përveç nëse ka lënë një vepër të mirë, një hajrat, apo e ka lënë një evlad, një fëmijë të hajrit i cili lutet për ta. Nëse një motër muslimane e ka vënë mbulesën islame që është obligim për ta, dhe në momentet që e ka vënë mbulesën islame, Allahu do ta shpërblej se e ka kryer obligimin. Sa herë që aja motër muslimane, aja femër muslimane del në rrugë, ecën, e shohin tjerë me mbulesë islame, do të shpërblehet për shkak se një detyrim, një obligim të fesë, një farforme po e praktikon. Dhe aja do të kesh problem sikur të kundërtën nëse një femër nuk e vën mbulesën dhe sa që herë e shohin njerëzit e huaj, aja ka një pjesë në katër dhe gjënohet. Shënë me shumë vepra të vogla, të mira, na rëndohet peshoja nesër ditën e gjykimit. Një vepër tjetër e mirë, njeriu do shpërblehet për përpjekjet e tij që i ka bën në raport me të tjerë. Ditën e gjykimit njeriu do t'i rëndohet peshoja. Dhe ai do të çuditet, do të thotë o Zot, si u rëndu peshoja kur nuk kam bën këtë vepër. Thotë do t'i thotë Allahu xhaleshanu, do t'i thuhet atij nga Allahu dhe melaqet, është nga e mira që u patë mësu njerëzve. Pra, atëherë t'ja mësojmë njerëzve hajrin dhe të mirën, për arsye se sa herë që ata bojnë mirë, neve na ushtohet dhe na rëndohet peshoja nesër kur të dalëm para Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit. Niyeti dhe qëllimi i mirë. Kur njëri ka niyet mirë, qëllim të mirë me bëni vepër. Për shembull, nëse dikush thotë sikur të kisha pas pasuri, këtë shumë pasurisë, do ta kisha ndërtu një xhami. Sikur të kisha pas këtë shumë pasurisë, do t'i kisha
ndihmu kaq njerëzve nevojtar. Sikur ta kisha këtë shumë pasurisë, do të kisha bën vepra të mira. Kjo është niyeti. Edhe nëse Allahu xhaleshanu nuk ja plotson dëshirën, atij Zoti për shkak të niyetit të mirë dhe qëllimit të mirë do t'ja shumëfishoj shpërblimin. Ose nëse një femër, një vajzë, thotë që vendos e bën jetë që kur të martohet, dhe mi lind Zoti mi fal një vlad, një fëmijë të hajrit, atëherë dhe nëse Zoti ja fal këtë fëmijë, aja e bën jetë që me eduku edhe me bë tamam një burr sikur Salahuddin el-Ejubi, apo sikur Muhammed el-Fatihi. Atëherë edhe nëse Allahu xhalla xhelaluhu nuk i fal e vlad, nuk e gëzon me fëmijë, atëherë aja do ta ketë shpërblimin sikur praktikisht ka ndodhur një gjë e tillë. Pra niyeti, innamal a'malu binniyat, vepra shpërblehen sipas qëllimit, por Zoti edhe për qëllimin e mirë neve na shpërblen. Pra atëherë mundohemi që sa më shumë me bë vepra të mira, me pas niyetin e mirë, në mënyrë që Allahu xhaleshanu na shpërblen. Përmendja e Zotit. Kur na e përmendëm Zotin, gjuha jon është e njohur. Për shembull themi Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-azim. I lartësuar është Allahu me falënderimin që ne ja bëjmë atij, i lartësuar është Allahu madhështor. Ka thënë pejgamberi alayhi salam, janë dy fjalë që janë shumë të lehta me shqiptu për gjuhën, që e rëndojnë peshojën dhe janë dashna tek Zoti. Ato janë fjalët që i përmenda, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-azim. Atëherë sa më shpesh gjatë këtyre ditëve të bereqeshme të Ramazanit themi Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-azim. Se janë dashna të Zotit, janë të lehta me shqiptu, po vinë ranë shumë peshoje. Një vepër e imt, e vogël, por që ka vlerë të madhe dhe që e rëndon peshojen nesër ditën e gjykimit kur do dalim për Allahu xhaleshanu është ta përsërisim sa më shpesh fjalën elhamdulillah. Kur takohemi me dikë dhe na pyet çaj ki punë gjendjen ekonomike, çaj ki punë me idare, themi me plot shpirt dhe me plot zemër elhamdulillah. Falënderimi takon Allahu xhallah. Kjo është pasuria e shpirtit. Pejgamberi alayhis salam ka thonë fjala elhamdulillah e plotson peshojen, e mbush peshojen e veprat tona nesër ditën e gjykimit. Pra atëherë shumë lehtë me thonë elhamdulillah, elhamdulillah. Më ka rastis rasti që mu taku me njerëz cilët kanë qenë në varfëri ekstreme, por që kanë qenë shumë pasur në shpirt. Kur i kanë pyet se si jeni, si keni gjendjen, shumë më ka gëzu fakti dhe shumë kam përfitu për tyre kur kanë thonë me plot shpirt dhe me plot zemër elhamdulillah. Atëherë për çdo të mirë që na ka dhënë Zoti i Madhreshëm, themi elhamdulillah. Çdo gjendje, themi elhamdulillah, se peshoja vepra të mira plotësohet ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhis salam. Një vepër tjetër e mirë është morali i mirë. Është morali i mirë. Pejgamberi alayhis salam kur e kanë pyet se cila është vepra që më shumë të e rëndon peshojen, ka thënë pejgamberi alayhis salam morali i mirë, devotshmëria dhe morali i mirë. Dhe devotshmëria dhe morali i mirë janë fryt i imanit dhe besimit. Kur njeriu ka besim dhe iman, atëherë reflekton sjelljen e tij, moralin e tij. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam kur e kanë pyet pse të ka dërguar Zoti, ka thonë ka dërguar që me përsos moralin. Pra, fryt i besimit është morali dhe sjellja mirë. Pra me një sjellje të mirë, me një bashkëveprim të mirë në raport me njerëzit, atëherë ti fiton shumë për arsye se ky moral i mirë e rëndon peshojen e vepra tua ditën e gjykimit. Fjala La ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Shumë lehtë me shqiptu. La ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Tregohet një tregim që do të mundohena vetëm thelbin e tregimit, ditën e gjykimit një rob do të merret në pyetje nga ana Allahu xhaleshanuhu dhe do t'i vendosen veprat e mira, peshojen e veprat të mira, veprat e këqija anën tjetër të peshojes. Dhe ky njeri ka bën shumë vepra të këqija. Dhe veprat e këqija do t'ja kalojnë, do të rëndojnë më shumë se sa veprat e mira. Dhe ky njeri do t'i humbë shpresat nga mëshira e Zotit Madhreshëm dhe sikur e pat punën e tij. Shkoj, atëherë do t'i thuhet Allahu xhaleshanu, do t'i thotë me lashëm, a ka robi ndonjë vepër të mirë? Thonë Zot, nuk ka vepër të mirë. Zoti do ta pyet robin, o robi jam, a ke bën ndonjë vepër të mirë që e ka harru?
Thot o Zot, nuk kanë bën ndonjë, s'kan vepra të tjera të mira. Zoti do të thotë mos me laçet e mia të kanë bën o robi jam pa drejtësi. Thot runa Zot, me laçet o Zot nuk më kanë bën pa drejtësi. Atëherë Allahu do t'i thotë robit, o robi jam, e ki edhe në vepër të mirë, e cila akoma nuk është vendos në peshojën e vepra të mira. Zoti do t'i thotë me laçet një karton apo një kartolin, një copë letër në cilën është i përmendur emri i Zotit, në cilën shkruan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dhe kur emri i Zotit, këtë copë letër me përmbajtjen e emrit të Zotit do të vendoset në peshojën e veprave të mira të robit, atëherë peshoja e veprave të mira do të rëndoj dhe do të rëndoj dhe do të jamun veprave të këqija. Dhe robi do të shpëton, subhanallah. Musa alayhis salam kështu e ka pyetur, ka thonë o Zot, mësoma një fjalë që s'ja ke mësu kërkuj, me cilën ty të përmendi dhe me cilën do të bëj shumë sevape dhe vepra të mira. Zoti i thot Musës, thuj La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bir shahadat o Musa. Musa thot o Zot, po këtë fjalë, këtë vepër, këtë fjalë tonë din. Thot Zoti, po nuk ka fjalë që peshon më rënd peshojen se sa fjala La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut i cili është një, dhe se Muhammedi është robi i dërguar i tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell.